Pallati i Sportit Qazim Dervishi në Shkodër u kthye këtë fundjavë në skenën më të rëndësishme të sportit të gjimnastikës në vend, me zhvillimin e turneut Kupa e Shqipërisë në gjimnastikë artistike, organizuar nga Federata Shqiptare e Gjimnastikës. Në këtë aktivitet prestigjioz, morën pjesë dhjetra sportistë të rinj të reja nga gjithë Shqipëria, të cilët konkurruan në disa kategori moshe, me një nivel rivaliteti të lartë dhe prezantime mbreslënse që u duar trokitën nga publiku shkodran. Në kategorinë e femrave u dalluan emra si Hera Mustafa, Amantia Leshi, Silja Muhameti dhe Eralda Zemanaj, ndërsa në kategorinë e meshkujve spikatën Darling Lamaj, Eduard Zefi dhe Dion Mucoklava. Veçanërisht vlerë për këtë event i dha prania e gjyqtarëve ndërkombëtar nga Çekia me eksperiencë në lojrat olimpike Paris 2024, duke ngritur cilësinë e garës në një standard të lartë profesional. Përmes këtij aktiviteti, Shkodra konfirmoi rolin e saj si një qendër e rëndësishme e sportit në vend, ndërsa gjimnastika shqiptare dëshmoi një rritje të dukshme cilësie dhe talentesh që premtojnë për të ardhmen e këtij sporti elitar në Shqipëri.